Prandaj, vëllezër, motra nderuara, ti heqim inatet personale. Unë jam shumë i kënaq të më shaj 1 muaj e të lavdroj fen, për mua e ka Allahun që tani në xhuma. Për Zotin po. Ne jetojmë për vete. Qëllimi jonë është dalim pas Zotit jonë ne. Ne kemi ditëlindje kur erdhëm, kalojmë ca ditë, bëjmë pak hije në tokë, kemi datën kur do ikim, ne jemi me vlerë shumë vogël. Njerëzit në tokë nuk erdhën të marrin vesh kush jemi ne. Së shkriju kjo punë për të ranë sy ne. Qa do bëjmë ne të shkretë, ca ditë edhe vdesim. Ikim dhe harrojmi, po na kujtojnë fëmijët, elhamdulillah. Ka ca fëmijët si kujtojnë, ose i kujtojnë për keq. Kur vinë niprat, e stërniprat, sa po kujtojmë ne stërgjyshin do na kujtojnë neve. Atëherë, çfarë i tregon ti veten tatë njerëzimit? Ne jemi këtu për t'i treguar njerëzimit kush është i madhi Zot, që është i pavdekshëm, i gjithfuqishëm, bokot falës, të ka kriju, në këtë botë ka ai në dorë, ka xhenetin, xhenemin, është i plot fuqishmi Allah. Atë duhet të tregojmë ne. Dhe ai sipas këtij tregimi i hull nurin dhe dritën sipas njëjtit që kanë gjithë secilit.